Selam aleikum hoxh, kur mund është me thonë për një person që u pendu për një haram apo prej një harami? Aleikum selam rahmatullah. Kushtet e pendimit janë ta bëjë njeriu sinqerisht për i Zotit pendimin, të mos e përsërit të njëjtin gabim, të ndjej keqardhje për atë gabim të cilin e ka bën, mos të lavdërohet, më bë më në madh me gabimin që e ka bën në të kaluar, me thonë a din unë kush jam kon, a din unë çka kam bën. Nëse është hak i njerëzve t'ja u kthej, apo të mundohet me u kthy hakin aty në njerëzve që ju ka bën zullum ose padrejtësi. Këto janë kushtet e pendimit. Na çush e dim, na nuk mundemi ndoshta me ditë ajo pendu me zemër apo jo, por në bazë të rrethonave të jashtme, nëse ai thot vet unë jam pendu prej filan haramit, edhe shohim që s'të bën më çat haram, e shohim që për një me ka shenjat pendimit, elhamdulillah. Por me ngul kam me të parën, me thonë është pendu, etj, është mirë me majt një rezervë të vogël, dhe me thonë derisa praktikisht të vërtetohet një gjë e tillë. Prandaj as nuk kemi drejt me akuzu, jo si e pendu, ti si e pendu, se mes ti dhe Allahut azza xhel vetë Zoti e di zemrën e tij. Pra nuk guxojmë me akuzu njeriun edhe me majt kin se na i kemi ato të drejtat kush o pendu, kush s'o pendu me e gjyku. Po dhe në anën tjetër, jo çdo kuj me i besu me të parën, jam pendu me thonë dhe tash mi besu edhe më kthy në të njëjtën shoqëri, në të njëjtin muhabet, sikurse para atij mëkati çfarë do qoftë ai. Pra është mirë me majt një rezervë pa e paragjyku askënd. Me kalimin e kohës të ditëve, të muajve dhe të viteve, me u bind që për një është pendu ose nuk është pendu. Lutë Allahun që të mos bëjmë mëkate, por edhe atëherë kur bëjmë të pendohemi sinqerisht. Amin.